Rumania ka kaluar Holandën duke u bërë prodhuesi më i madh i gazit natyror në Bashkimin Evropian, sipas ministrit rumun të energjisë Sebastian Burduja. Ky rezultat shënon një moment historik për vendin dhe një ndryshim të rëndësishëm në peizazhin energjetik të Evropës. Ministri i Energjisë njoftoi se Rumania siguroi vendin e parë duke kaluar Holandën, e cila kishte qenë prej kohësh furnizuesi kryesor i gazit natyror në Bashkimin Evropian. Burduja theksoi se me shfrytëzimin e ardhshëm të rezervave të gazit në detin e Zi, Rumania jo vetëm do të forcoj pozicionin e saj, por do të bëhet edhe një eksportues i madh. Vitin e kaluar Rumania u bë prodhuesi numër 1 i gazit natyror në Bashkimin Evropian. Ne te i kaluam Holandën dhe me hyrjen e Neptun Deep në operim ne do të jemi lideri pa diskutueshëm, tha ai. Aktualisht rreth 10% e prodhimit të gazit natyror të Rumanisë vjen nga fushat me ujë të cekët në detin e Zi. Projekti Neptun Deep i operuar nga OMV Petrom dhe Romgaz pritet të nxjisë ndjeshëm nxjerrjen në det të hapur. Burduja vuri në dukje se pusi i parë tashmë është shpuar mbi 1 metër në thellësi me 9 të tjerë të planifikuar. Ky zhvillim jo vetëm që do të sigurojë pavarësinë energjetike të Rumanisë, por gjithashtu do të mbështesë industrinë me energji intensive si sektori farmaceutik, prodhimi qeramikës dhe i fertilizuesve, duke rritur konkurrencën e vendit në këto fusha. Me këtë pozicion të ri strategjik, Rumania po forcon sigurinë energjetike të Europës, duke zhbllokuar mundësi të reja të rritjes ekonomike në një periudhë të trazuar nga konflikte tregtare.